Profesor, një ndeshje e vështirë, po e fituam me merit në minutët e fundit. Më thënë drejtën, loja ishte dominuar nga ne në pjesën e parë 2-0, nisëm shumë mirë. Është ndeshja e dytë që na përsëritet të njëjta gjë, të njëjtat gabime, nga 2-0, 3-2 për kundërshtarin. Mora masa gjatë lojës dhe aty ku ne çaluam, bëm zëvendësime të duhura dhe ekipi reagoi shumë mirë. Për këtë gjë falenderoj të gjithë djemt për shpirtin e garës, sepse treguan që deri në fund nuk u dorëzuan. Ju e pa dhe vetë dhe për këtë gjë i përgëzoj. Mas 3 barazime vjen një fitore e çmuar për ekipin e Tërpunit, ku ndeshjen e ardhshme me ekipin e Lezhës. Ne, me thënë drejtën, vlerësoj maksimum bestikën. Çdo ndeshje ne shkojmë për pikë dhe dalëm fushës. Ke besim se Tërpuni kap ndeshjen e play-offit? Besoj se po. Sukses Orime.